Megjithëse është pak një pozicion i pazakont për mua që të citoj Biblën, por në fakt ishte shumë i bukur, ishte shumë domethënës, ishte shumë shtërues për atë që është jeta e Pashkut Camaj, dhe po ndaj me teleshikuesit. Zoti i tha Abrahamit, largohu nga vendi yt, nga të afërmit të tu, dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të të bekoj, dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Edhe kur e lexoj këtë, emocionohem dhe besoj që regjia mundson lidhjen me Pashkut Camaj, i cili ka menduar që në hyrjet këtij libri ta ketë këtë pjesë nga Bibla. Nuk e di nëse e kemi Pashkut Camaj, por edhe mirëmbrëma Pashko. Mirëmbrëma ju aty në Tiranë. Mirëdita. Mirëmbrëma. Mirëdita në fakt. Mirëdita nga New Yorku. Tashi në jetën tuaj ka shumë suksese, po ne këtë suksesin si shkrimtar po e konsiderojmë si më tingëlluesin, si më të zhurmshmin, kështu që prandaj ju kemi ftuar. Është një kënaqësi e veçantë për çfarë do teme të flas me ju, në veçantë kur flas për arritjet si shkrimtar, diçka që unë para një vitit as s'më kishte shkuar në mend, se do të jemi këtu të flas me ju ose me njerëz të tillë për librin tim, por duke falenderuar shumë njerëzve, kjo është një arritje e veçantë për mua, një gëzim i veçantë, por të kthejmë tek ajo kota nga Bibla. Ajo ka të bëjë shumë me atë pyetjen që kam bën nga fillimi, kur ku filloi shkrimi i librit, nëse kemi bën imkat, dhe kam shfletuar për Bibël me zgjidhni diçka që më jep një përgjigje, dhe aty mund fillim është përgjigja, dhe pikërisht e kam nga Bibla atë pjesë të librit që t'i tregoj lexuesit se nuk është mëkat, por është një gjatë tjetër që ne na lidh me vendin tonë, me vendlinjen tonë, është një obligim se kam thënë edhe her pas here, ne jetojmë në Amerikë, jemi Amerikan, kemi arrit ndoshta edhe ëndrrën amerikane, shumica prej nesh dhe shumë prej nesh, por gjithsesi na lidh me vendlindjen, zemra jonë është atje dhe mundohem që të japim një kontribut vazhdueshëm, me shpresë që edhe këto fjalë, këto letra, fjalën e libër, që i larë mrapa janë një dëshmi që ne jemi ata që jemi, por me shpresë të lëmë gjithmonë zgjurmë për të mirën tonë, për të ardhmen tonë, sepse jemi këtu në një vend që është i madh, por të jemi shqiptar të ndershëm natyrisht, por amerikan të mirë.